si çdo të premte me mua është Donjeta me buzë kuqe. Përshëndetje të gjithëve. Donjeta me buzë portokallta. Jo të kuqe. Jo të kuqe. Donjet, si je? Çaj, e di mirë. Nuk kemi pa të premte në kaluar e heq për shkak të Bajramit. Po. Urime festa Bajramit. Urime edhe ty, çu shki kalu? Faleminderit mirë shumë. Çka ndodhin me teatrin, me kinemon? Javën e kaluar, masi nuk kemi kohën, po i përmendit cilat premiera i kemi pas. Okay. I kemi pas 2 premiera, filmin Scary Girl për fëmijë, edhe Project Hail Mary. Po ashtu kemi pas edhe një film në rishfaqe, The Lord of the Rings. Wow. Ta 3 filma pra i kemi pas si premier javën e kaluar, por këtë javë e kemi një javë horrori ose një javë thrilleri. Cilët janë ata filma këtë javë që do të shfaqen si premier? Këtë javë keni vendosur mi tutnje. Mi tutnje. Ai, prit zot me të mira tuja, do t'i fiksojmë. Që ka thonë Fidani, keni më tut me dalë në punë t'juja. Jo në Fidani, s'ka thonë sigur. They will kill you, një super film, thriller, horror. E thët mi ka shti, vish të këshyrë, vish fati që njën anë e ekranit, se më bëmë nga dolë të nej për të zot që ka thonë. Pra fokus në një personazh që përfshihet në një situatë shumë të rrezikshme dhe misterioze, ambient i errët dhe tension psikologjik i vazhdueshëm, një lojë mbijetese ku nuk dihet kujt mund t'i besohet, sekrete të fshehura që dalin gradualisht në pa. Pra, ky film si temë kryesore e ka frikën, tradhtin edhe luftën për mbijetesë. Një super film. E kur është ky film premier? Ky film premier është sonte, 27 mars, në ora 18, por e kemi edhe një herë në një orar tjetër në rishfaqe, të shtunën 28 mars në ora 20. Pra, Donjeta, 2 bileta i patën fitu, po më do këtë herë në kaluar. Po, i kanë fitu. A ju nërë me marë? Nuk e di, sakt. Me siguri kanë. Me siguri kanë ardhur. Me siguri, e për ata që dojnë mi fitu 2 bileta, prej këtij momentit mujnë me telefonu në numrin 048 814 është numri i telefonit ku prej tash. I fitoni 2 bileta falas në njërën prej premierave që ne sapo i tregova njënën, tash edhe tjetrën e prezantojmë. Gjatë kohës sa është Donjeta këtu duj me thirr, siç shkon Donjeta shkum biletat. U kry mohabeti. E na po vazhdojmë me premierën e dytë, premierën e radhës, Ready or Not 2, Here I Come. Edhe ky një film thriller horror super i mirë. Për të zot Ready or Not 2, Here I Come. Pra ky film është vazhdimi i filmit Ready or Not nishit. Grace përballet përsëri me të kaluarën. Loja vdekërpruar se rikthehet, por me shumë aksion edhe tension. Por këtë herë e lufton për hakmarrje. Një super film. E kur është premier ky film? Prap edhe këtë film e kemi premier sot në ora 20, pra 27 mars e premte, sonte i kemi të 2 premierat, në ora 18 They Will Kill You, kurse në ora 20 Ready or Not 2, Here I Come. Prape kemi edhe njërë në rishfaqe këtë filmin të dielen, duke përmbyllur javën. Kemi edhe kalendarin. 28 mars në ora 18 Ready or Not 2, Here I Come. Por i prezentojmë edhe këtë orarin javor të kësaj fundjave. Pra sonte 2 premierat, në ora 18 They Will Kill You, në ora 20 Ready or Not 2, Here I Come. Vazhdojmë të shtunën 28 mars në ora 13 Scary Girl, premierën e javës së kaluar. Vazhdojmë në ora 15 filmi për fëmijë Hoppers, në ora 17 Project Hail Mary, edhe ky një super film që është zgjedh filmi i parë në botë më i miri. Edhe përmbyllim ditën e shtunën në ora 20 They Will Kill You, premierën e kësaj jave. Vazhdojmë me të dielën 28 mars, jo po 29 mars, në ora 13 Tom and Jerry, në ora 16 SpongeBob 4, në ora 18 Ready or Not 2, Here I Come, edhe përmbyllim fundjavën edhe javën në ora 20 me filmin shqiptar Loja e fundit. Pra ju që nuk keni ardhur ende mi pa filmin Loja e fundit, ju ftojmë këtë të diel në ora 20 më ardhe dhe mi shiku, edhe ka me sjell shumë të qeshura në sallë. Por, Edi. Kemi diçka edhe për fëmijë me sa. Kemi diçka për fëmijë këtë javë. Vikendi për fëmijë. 2 orët e para të shtunën dhe të dielen. Të shtunën 28 mars në ora 13 Scary Girl, në ora 15 Hoppers, të dielen 29 mars në ora 13 Tom and Jerry, në ora 16 SpongeBob. Kushdo që e ble një pije,
tjetrën e merr falas. Kjo ndodh vetëm për filmat e fëmijëve në vikend. Po. Domethënë kinemaja Hyri e Hana këtë vikendi pas ka 2 premiera edhe pas ka kushtuar fëmijëve prej orës 13 deri në orën 15 të shtumen, ndërsa 13 deri në ora 16 të dielen. Jo, në fakt Hoppers fillon në 15 e mandej marron kur do të marron një orë çfarë di unë. Një orë pak. Por Edi Fidan do më marr pojnë miq. Jo, ala vogël koka, çika Fidan. Pas mos e bëj gati. Edhe pak sa tritet. Edhe pak sa tritet pojnë. Edi, në muajin prill kemi shumë premiera të mira. Po i përmendi disa prej tyre. E kemi Super Mario, filmin për fëmijë. Javën tjetër në ora 3 prill, me datën 3 prill, që kemi mi organizu një giveaway për fëmijë me shumë shpërbime e premte. E premtja tjetër. Po, por kemi edhe një premier tjetër me datën 3 prill, filmin shqiptar pra Polic për jetë, filmin e Luana Vjollcës, ku ka marrë edhe kasti i filmit. Këto ditët në vazhdim do e shfaqim në rrjetet tona sociale se kush prej kastit do të vi. Super. Edhe aty do të ketë një event. Pra, ndihni në rrjetet tona sociale Kino Hyri e Hana, por kemi edhe shumë filma tjerë. A pe vren ndonjëherë çysh njerëzit po dojnë me ble bileta, s'po kanë qenë me fitu kërkosh. Domethënë është kjo një ndjenjë mirë kur njerëz dojnë me ble. Po, nuk dojnë me fitu. Dojnë me marr free. Dojnë mi ble dhe marrin. Ble dojnë edhe marrin. Për mirë kërkojnë. Amini sholla, për mirë kërkojnë për parojnë. Kështu që bravo ju koft. Çfarë më thon, puna palodhshme e komplet stafit. Edhe këta super filma unë do më ardh me Fidanin do më pa një. Polic për jetë. Jo, këtu do më pa sta horror, herë mi hek herë tremen mas nej. Javën tjetër. Se këtu të pak e do na më moj dorë. Ti nuk tutesh Edi apo? Po, se bozot janë anej ekranit se më konkret kallzoj. Do njet falenderoj shumë që erdhe edhe ju uroj shumë punë të mbar. Shumë faleminderit. Pra japim edhe 10 sekonda fundit. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 edhe kaq. Edhe shihemi prandën tjetër Danieta. Faleminderit shumë. Prandën tjetër. Ndihni në rrjetet tona sociale për çdo informacion tjetër. Kino Hyri e Hana. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.